Si e gjykon procesin ndaj ish-krerëve të UÇK-s në gjykatën speciale në Hag? A është një drejtësi e barabartë apo një padrejtësi me flamur ndërkombëtar? Për ty edhe për të gjithë ata që do ta ndjekin këtë podcast tëndin të bukur, unë jam njëri prej antarëve, themi, të bordit iniciues apo të iniciativës Liria ka emër, së bashku me Eliza Hoxhën, Buqe Berishën, e ndjerë regjisorin, Festimin Lyrical Sun, këngëtarin e njohur, mikun tem, Visar Kryeziun, fotografin e Associated Press, dhe me iniciatorin apo kumbarën e këtij sloganit, Ismail Tashollin. Kur këta persona, pra Buqja, Ismaili dhe Eliza, më kanë ftuar që t'i bashkohem lansimit dhe të themi bordit të iniciativës Liria ka emër, nuk kam hezitu, e kam bërë me kënaqësinë më të madhe dhe jam krenar që jam, si më thon, njëri prej këtyre njerëzve që e ka fillu këtë gjë. Procesi në Hag është për mu një mutacion i një virusi që u nis për diçka inexistente, diçka që e ndjejmë që kemi lexuar si propagandë, shtëpia verdh, trafikimi me organe e tjera, deri tek shfaqja e parë e dëshmitarëve që i pam atje, që flisnin për do lopë të vjedhura, për do ku e diun. Dhe për mu është një proces i padrejt, një proces i cili duhet të përfundoj me një verdikt pozitiv për individ atje, po për mbi të gjitha për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për një iniciativë e cila ka qenë nga koha e Skënderbeut një lëvizje që na ka bo krenar më së shumti dhe që praktikisht ka dhënë vulën finale për, si me thonë, intervenimin e NATO-s më vonë. Kjo është ajo, unë e mendoj që është një proces i padrejt, një proces i cili duhet të gjendet një shteg për tu përfunduar dhe për t'u qit një pikë në favor të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në fakt edhe unë mendoj të njëjtën gjë thuajse dhe uroj që sa më shpejt të kthehen brenda pranë familjeve të tyre, sepse mendoj që i gjithë ky proces, duke ndjek në rolin e gazetarit edhe shumë nga intervistat ose dëshmitarët e dhënë, nuk më duket më shumë se sa është në akuza individuale ndaj personazheve të cilët tashmë janë ndaluar, por më shumë më duken akuza të përgjithshme që ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu që uroj shumë shpejt që kjo gjë të mbyllet dhe të dalin faqe bardhë dhe të kthehen pranë familjeve. Ushtria çlirimtare e Kosovës mbetet pjesa më e ndritur e historisë sonë, patjetër. Dhe unë nuk e di, kjo është ajo, nuk du me shtu ma shumë, sepse kam frikë që çfarë do fjale mund t'i bët bardh dikujt. Dhe para se të më bësh një pyetje apo dy pyetje ndaj meje, unë do të bëj të fundit, si është të jetosh pa privatësi në publik? Dhe bëra mirë që s'të pyeta për bufin, por vetëm për Fatmir Spaiu. Po, bone mirë. Shiko, unë jam një aktore, producent i njohur në një vend të vogël. Pra, unë i takoj edhe gjithë ne, i takojmë një botë të vogël të popularitetit. Populariteti jonë është në pak milion njerëz. Dhe patjetër që nuk mund të krijosh një raport të atyne celebrity që i kemi në Amerikë e në botë që kërcënohen nga fama e tjera. Fama ime është një famë miqësore e afërt me njerëz, sepse më duket, kam përshtypjen nga njerë që kam bo foto me krejt Kosovën. Dhe me krejt ata që e kanë pëlqyer ndonjëherë prej. Po, patjetër, me shumë kënaqësi. Dhe tu nis prej
këtij fakti, unë mendoj që populariteti im edhe shumë kolegëve të mi është një popularitet modest, një popularitet i ngjashëm me çdo person e çdo zanat tjetër të Kosovës. Unë mendoj, edhe sikur të isha i popularizuar në nivele botërore, nuk do të përbënte ndonjë ndryshim në personalitetin dhe karakterin tim, sepse jam ky që jam, më pëlqen bota e thjeshtë, më pëlqen jeta e zakonshme, më pëlqen që në një fshat periferik të Kosovës të ulem në një gajbe të bisedoj për jetën, për kashtën, për sanën, për sa litra qumësh për ju qesin lëpt, a e kanë mbjell grurin dhe a kanë korr kallamoqin apo misrin. Kjo është një jetë cilën e du, një aromë e përditshmërisë dhe e bëj shpesh dhe shpresoj që të vazhdoj ta bëj në çfarë do roli që të jam brenda kësaj bote të vogël shqiptare. Fatmir, ishte kënaqësi për mu që ndam Faleminderit të bot kuptimet dhe idetë tona në lidhje me ato se çfarë na rrethojnë çdo ditë.